Ju përshëndes të gjithëve, mirëserdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, është zyrtarisht nën akuzë për veprën penale mos deklarimi i pasurisë. Materiali në vijim na njeh Mën Hollësi. Ish kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, është zyrtarisht nën akuzë për veprën penale mos raportimi ose raportimi i rremi pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, të mirave të tjera materiale ose i detyrimeve financiare, bazuar në nenin 430 të Kodit Penal. Ahmeti akuzohet nga Prokuroria Speciale se gjatë periudhës 2018-2022, në cilësinë e tij zyrtare ka paraqitur deklarime të rreme të pasurisë. Sipas prokurorisë, shuma e përgjithshme e pasurive të padeklaruara arrin vlerën e 172.600 euro. Ai shërbeu si kryetari i kryeqytetit nga viti 2013 deri në vitin 2021, por kjo nuk është hera e parë që Ahmeti është subjekt i akuzave. Ai akuzohej edhe për mos ekzekutim të vendimeve gjyqësore dhe uzurpim të paligjshëm të pronës. Sipas nenit 320, mos deklarimi i pasurisë nga zyrtarët shtetëror në Kosovë, sipas Kodit Penal, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet, kurse deklarimi i rremi pasurisë është i dënueshëm me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Për 10 muaj në Kosovë ka patur vetëm teatr politik dhe shumica e qytetarëve janë të lodhur. Kështu e përshkruajnë mediat ndërkombëtare situatën në Kosovë vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, ndërsa sipas politologëve në vend, të gjitha lëvizjet të çojnë drejt konkluzionit se interesat e shtetit edhe të qytetarëve janë dytësore për elitën politike. Gjithsesi, parashikimet edhe për këto zgjedhje flasin për rezultate që nuk i japin asnjë partie shumicën për qeverisur e vetme. Për 10 muaj në Kosovë ka patur vetëm teatr politik dhe shumica e qytetarëve janë të lodhur. Kështu e përshkruan Deutsche Welle situatën në Kosovë vetëm pak ditë përpara votimeve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Teksa qendra e qytetit është e zbukuruar për festat e fundvitit, pranë dritave shumë ngjyrshe, qëndrojnë posterat e kandidatëve për deputet që kërkojnë votën për të hyrë në parlament. Rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025 i solli partisë deri atëherë qeverisëse me shumicë absolute lëvizjes vetëvendosje, vetëm 42% të votave duke regjistruar një humbje. Si fraksioni më i madh, vetëvendosja me kryeministrin në detyrë Albin Kurti kishte të drejtën të propozonte kandidatin për kryetar të kuvendit, por u deshën më shumë se 6 muaj, mbi 50 votime dhe një vendim i gjykatës kushtetuese, që në fund të gushtit të zgjidhej Dima Albasha, një politikan që mori edhe disa vota nga bloku i qendrës së djathtë. Politologët në vend argumentojnë se të gjitha lëvizjet të dërgojnë drejt konkluzionit se interesat e shtetit dhe të qytetarëve janë dytësore për elitën politike. Të gjitha dinamikat zhvillohen në një kohë kur vitin që po mbyllet u konsiderua i humbur për shkak të blokadës politike, në një kohë kur vendi ka nevojë urgjente për reforma sociale, ekonomike dhe në sundimin e ligjit. Shteti më i ri i Europës betet një nga më të varfrit në kontinent. Papunësia zyrtare është mbi 25%, ndërsa tek të rinjt edhe më e lartë. Rreth 1/5 e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë. Dërgesat financiare nga diaspora, nga të cilat Kosova varet shumë, kanë përbërë gjatë dekadës së fundit nga 12 deri në 18% të ardhurave totale, ndërsa në vitin 2024 ishin rreth 13%. Për shkak të blokadës politike, fondet e Bashkimit Evropian në vlerë rreth 820 milion euro nuk kanë mundur të shfrytëzohen. Kosova nuk arriti të miratojë as buxhetin për vitin 2026, as reformat në drejtësi dhe ligje të rëndësishme ekonomike. Situatën e rëndon edhe konflikti i paszgjedhur me Serbinë. Deutsche Welle mbyll shkrimin e saj me mendimin e qytetarëve. Pak besoj se diçka do të ndryshojë edhe pas këtyre zgjedhjeve. Hakia Bazi, kandidat për deputet në listat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, më lidhet drejt për drejt në këtë komunikim. Tutja Bazi, ju përshëndes. Mirëmbrëma, e di që jeni në takime intensive në ditët e fundit përpara zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Do t'ju mbaj pak minuta, do përpiqem të jem e koncentruar. Si po shkon fushata e Aleancës këto ditë, duke qenë se gjithnjë më tepër për Aleancën po flitet si një faktor i cili mund të jetë i rëndësishëm për atë se çfarë pritet ndodhi në skenën politike pas 28 dhjetorit? Faleminderit, fushata po vazhdon me intensitet shtuar, jemi në ditët e fundit, sigurisht që
çdo fshat, çdo qytet e qytetit e Kosovës është e rëndësishme për demokracinë këtu. Janë 4 palë zgjedhje përfshirë balotazhin. Është një lodhje, por në përgjithësi qytetarët kanë treguar reziliencë të lartë të angazhimit në këtë fushat e mbajtjes gjallë demokracisë. Fushata e Aleancës është jashtëzakonisht mirë e organizuar dhe ka përgjigje qytetarëve në tubimet që po mbajmë. Sigurisht që shpresa kryesore është që të përfundoj blokada institucionale që ka ndodhur për më shumë se një vit nga qeveria në detyrë dhe Kurti dhe të përfundojmë këtë fazë të përçarjes për të arritur në konsolidimin e plot të institucioneve të Republikës. Po, ka gjithnjë më tepër analiza, lexoj mediat ndërkombëtare, po ndjek edhe politologët aty në Kosovë, të cilët thonë se ka pak gjasa që të ndryshojnë në thelb rezultati i 28 dhjetorit nga ai i 9 shkurtit. Ju në fakt si e shihni? A do të flasin ndryshe qytetarët e Kosovës duke pasur parasysh gjithë ato që ka ndodhur gjatë këtyre 10 muajve që po ashtu mediat ndërkombëtare kanë cilësuar si një teatër politik? Që do ketë ndryshime, qytetari i Kosovës ka treguar mundësi e aftësi që të bëjë ndryshime duke dënuar ata që bllokojnë jetën institucionale. Unë shoh rënje të lëvizjes vetëvendosje dhe ngritje të partive të cilat ishin në opozitë, si rezultat i një qartësie të plot, ngritje çmimesh, izolim i Kosovës, ndërsa në anën tjetër kryenetësi dhe mungesë totale të një fleksibiliteti të duhur për të arritur tek kompromiset politike të domosdoshme për të ecur para. Edhe slogani i vetëvendosjes tregon këtë kryenetësi duke thënë mos lëshope, i cili tregon mendsinë politike të një monopolizimi dhe urrëtitje ndaj pluralizmit politik, sepse pluralizmi demokratik politik kërkon dialog, kërkon edhe kompromise të domosdoshme për të kaluar barrierat dhe pengesat që Kosova ka në këtë moment ku ndodhemi tani. Nëse do ta gjykojmë drejt, të paktën nëse më lejon të jap një qëndrim timin për atë se çfarë ndodhi pas 9 shkurtit në Kosovë, jo vetëm vetëvendosja, partia e cila doli e para nga zgjedhjet, po edhe partitë e tjera, subjekte të tjera politike me disa përjashtime nuk është se treguan në një gatishmëri të madhe për ta nxjerrë vendin nga kriza politike. A do të ndryshojë diçka pas këtyre votimeve? Kam fjalën edhe për kampin opozitar, nëse do të ketë një qëndrim më të unifikuar. Tani kishim 57 herë tentim për zgjedhur kryetarin e parlamentit dhe në momentin kur zgjodhëm kryetarin e parlamentit, gjitha zotimet e Kurtit se ai kishte numrat për qeveri ra në ujë. Do të thotë, nëse është dukur nga jashtë, në fakt çfarë nuk ka pasur, ka pas mungesë të vullnetit politik për një dialog politik të brendshëm. Pse nuk arritën partitë opozitare që të bëjnë qeverinë, ishte çështje numrash. Demokracia kërkon 51% dhe nuk mund të ndryshohet një gjë e tillë në asnjë format. Rrjedhimisht askush nuk do që të hyjë në koalicion me një parti politike me mendësi moniste, komuniste, çfarë është sot Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti. Zotja Bazi, unë ju përshëndes, ju falenderoj shumë për kohën, thjesht për kuriozitet ku është duke shkuar Aleanca mbrëmjen e sotme, kam fjalën ku i keni takimet e radhës. Sot jemi në rrugë për Suarek, aty do takohemi me komunën e Suarekës, ku edhe qeverisë Aleanca presim një tubim madhështor, ku do jetë edhe kandidati për kryeministër, zoti Ramush Haradinaj. Ju falenderoj shumë për kohën, ju përshëndes edhe punë të mbarë në këto ditë intensive deri të dielën. Ju falemderit, punë të mbarë edhe juve. Do të flasim tani për një tjetër zhvillim. Kosova ka marrë liberalizimin e vizave, gjithsesi Brukseli, Komisioni Evropian dërgon disa mesazhe dhe për shkak të trendit në rritje të atyre të cilët kërkojnë azil. Kosova duhet bëj përpjekje shtesë, sidomos në informimin e qytetarëve, se lëvizja pa vize nuk mund të keq përdoret për kërkesat pa bazuara për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Ky është vlerësimi i Komisionit Evropian, i cili thekson se Kosova po i përmbush obligimet që rrjedhin nga liberalizimi i vizave, por vigjilenca duhet jetë e lartë. Komisioni shpreh shqetësim për vazhdimin e keqpërdorimit të këtij regjimi, duke theksuar se në disa raste, përfshirë Kosovën, është shënuar rritje e kërkesave për azil. Sipas të dhënave për vitin 2024, nga shtetasit e Kosovës janë regjistruar mbi 6700
400 kërkesa për azil, një trend në rritje krahasuar me vitin paraprak. Komisioni Evropian thekson se parandalimi i kërkesave të pabazuara për azil duhet mbetet prioritet për gjithë vendet që gëzojnë liberalizimin e vizave. Në këtë kuadër kërkohet bashkëpunim më i ngushtë i autoriteteve të Kosovës me vendet anëtare të Bashkimit Evropian për adresimin e këtyre problemeve. Raporti vlerëson fushat e deritanishme ndërgjegjësimit zhvilluar nga autoritetet kosovare, por kërkon vazhdimin dhe forcimin e tyre në mënyrë që qytetarët kuptojnë më mirë të drejtat dhe obligimet që burojnë nga liberalizimi i vizave. Po ashtu, Kosova kërkohet për afrojë më tej regjimin e saj të vizave me atë të BE-s për të parandaluar migrimin ilegal përmes vendeve të rajonit. Komisioni Evropian kërkon gjithashtu masa më të forta kundër lëshimit dhe përdorimit të dokumentave false, rritje të kapaciteteve për zbulimin e falsifikimeve dhe zbatim të plotë të ligjit të ri për kartat e identitetit. Brukseli rikujton se liberalizimi i vizave nuk nënkupton fundin e obligimeve, por kërkon përmbushje të vazhdueshme të standardeve të dakordsuara. Hotel Grandi në Prishtinë vijon që të mbetet një nga pikat kryesore referuese edhe për qytetarët, po edhe për turistët dhe për shkak të rëndësisë që ka pasur në periudhën e saj të lavdishme ka fjalën të funksionimit si një hotel. Gjithsesi, pas tërheqjes familjes Trump nga investimet në Serbi, ka ardhur një ftesë nga zotëria i parë, bashkëshorti i presidentes Osmani, i cili në rrjetin social X e fton familjen Trump të investojë pikërisht këtu, tek Hotel Grandi. Prindon Sadrio, burri i presidentes Vjosa Osmani, ka ftuar Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, që pas dështimit për të investuar në Serbi, dhe që ta kthej hotelin Grand në Hotel Trump. Tërheqja nga projekti i hotelit Trump në Beograd përforcon një të vërtet të rëndësishme. Projektet kuptim plot kanë qëllim të bashkojnë, jo të ndajnë. Zhvendosja e këtij vizioni në Prishtinë dhe transformimi i hotelit Grand në një Hotel Trump do të ringjallëronte një lokacion kyç dhe do të bashkonte njerëzit, ka shkruar të hënën në platformën X Sadriu. Kompania Jared Kushnerit, Affinity Partners, është tërhequr nga investimi në qendër të Beogradit për ndërtimin e një kompleksi luksoz. Për këtë investim kundërshtime pati nga qytetarët të cilët kritikuan lokacionin e ndërtimit. Bëj fjalë për ish godinën në shtabit të përgjithshëm të Jugosllavisë, që ishte shkatëruar gjatë bombardimeve të NATO-s më 1999. Kompania e Kushner Affinity Partners kishte planifikuar të ndërtonte aty një hotel luksoz, por hoqi dorë në ditën kur Prokuroria Publike për krim të organizuar në Serbi ngriti akt akuzën ndaj ministrit aktual të kulturës, Nikola Selakovic, për shkelje gjatë heqjes të statusit të pronësisë së objekteve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore ndaj ish ndërtesës së shtabit të përgjithshëm në qendër të Beogradit. Hoteli Grand u ndërtuar në vitin 1978, deri në luftë ishte pronë shoqërore. Pas luftës menaxhimi i tij i kaloi Agjencisë së Kosovës për mirëbesim deri në vitin 2006, kur u privatizua, e pas privatizimit procesi u shoqërua me përplasje mbi pronësinë e aksionet. Njëjët e fundit të Kosovës, si shteti i lirë dhe i pavarur, më i fundit erdhi përpara 2 ditësh nga Bahamas, duket se kanë shqetësuar Beogradin. Ministri i jashtëm Marko Gjurić, gjatë një interviste të dhënë për televizionin publik, radio-televizionin serb, ka folur me zemërim lidhur me këto zhvillime. Ai let kuptohet se Beogradi ka gati disa tërheqje të njëjave për Kosovën, ndërsa lidhur me zgjedhjet e 28 dhjetorit i bën thirrje serbëve që të dalin në votime, pasi sipas tij është shumë e rëndësishme që përfaqësuesit e listës serbe të tregojnë forcën e tyre përballë asaj që ai e ka quajtur regjimi Kurti. Njëjët e fundit Kosovës, si shteti i lirë dhe i pavarur, e kanë shqetësuar Beogradin. Ministri i jashtëm Marko Gjurić, gjatë një interviste në televizionin publik, foli me zemërim lidhur me këtë zhvillim. Viti i ardhshëm do të jetë i rëndësishëm në luftën për krajinën autonome të Kosovës dhe Metohis, u shpreh ai duke përdorur terma referuese të njëjta me ato të regjimit të diktatorit Milošević. Ministri serb let kuptohet se Beogradi ka gati disa tërheqje të njohjeve për Kosovën. Lidhur me zgjedhjet e 28 dhjetorit, Gjurić u bëri thirrje serbëve nga Kosova të dalin në votime, pasi sipas tij shumë e rëndësishme që përfaqësuesit e listës serbe të fitojnë të 10 vendet parlamentare. Zapravo skrajne. Lista serbe është kordoni i kërthizës midis popullit tonë dhe pjesës tjetër të Serbisë. Është shumë e rëndësishme që të dërgojmë 10 nga 10 deputet në parlamentin në Prishtinë, të cilët do të përfaqësojnë popullin përmes listës serbe, sepse në çdo skenar tjetër, regjimi i Kurtit do ta përdorë këtë. Sipas Gjurić, është e nevojshme të tregohet bashkësisë ndërkombëtare se regjimi i Kurtit ka dështuar të shtyp serbët, ndërsa vijoi me lojën me disa karrige, duke theksuar se Beogradi është perëndimi për lindjen dhe lindja për perëndimin.
Ne kemi mbritur kështu në fund të Balkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e botë, apo dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ju vjen të qëndroni me ne. Faleminderit për vëmendjen.